Një shpërthim eksploziv i tronditi Lezhë në orët e para të mëngjesit të së premtës. Objekti i sulmit me lëndë plase ishte lokali në pronësi të Ilir Marvukaj në lagjën Beslidhja, në bllokun e banimit pranë lumit Drin. Ngjarja u regjistrua rreth orës 3 të mëngjesit dhe fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Nga veprimet paraprake të policisë dhe këqyrja kamerave të sigurisë bëhet me dije se autori ka qenë një person i maskuar që vendos lëndën plase para derës së lokalit dhe largohet në këmbë. Lëvizjet e tij janë fokusuar nga kamerat në zonë, por për shkak të maskës shëmbante nuk është arritur të identifikohet. Në dëshmim paraprake dhënë përpara policisë, pronari i biznesit Marvukaj ka deklaruar se nuk ka konflikte. Grupi hetimor po mbledh çdo provë dhe dëshmi me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarje, ndërsa pjesë kryesore e hetimeve është veprimtaria e 47 vjeçarit. Policia po kalon në sit çdo problematikë që ai mund të ketë patur në të shkuarën, ndërsa ende nuk është përcaktuar sasia e llojit të lëndës plasëse, shpërthimi të cilës shkaktoi panik në zonë. Në 2017 Marvukaj rezulton në skedimet e policisë, i arrestuar për organizim të trafikut të 25 kg kanabis drejt Kosovës.